Heroizmi i dëshmorëve të lirisë bie në altarin e atë dheut me armë në dorë. Emision tematik dokumentar kushtuar dëshmorit të kombit, Gjavit Kozhani. Tradita liridashëse e banorëve të fshatit Ribar i Madh i Lipjanit, tani Ilirias, është përcjell nga brezi në brez, qysh nga koha e sundimit turk. Janë shquar për trimëri, luftë dhe rezistencë kundër okupatorit serb. Salih Rexha, Kadri Beba, Recep Salih Rexha, Rifat Rexha dhe disa trima të tjerë të NDSH që ranë në përpjekje për të mos lejuar ripushtimin serb të Kosovës. Lufta së ushtrisë së lirimtare të Kosovës, Iliriasi i ka dhënë dëshmorin Gjavit Kozhani, ndërsa janë martirizuar nga forcat okupatore serbe Ajet Kozhani, Nuhi Kozhani, Vahide Kozhani, Beqir Duriqi, Rahim Hoti, Hamdi Hoti. Është plagosur nga forcat okupatore Enver Hamdi Hoti. Gjavit Kozhani u lind më 19 mars të vitit 1966 në fshatin Ribar i Madh, komuna Lipjanit, në familjen e Ragip dhe Mirishah Kozhanit, të cilët rritën bijt, Milaimin, Gjavitin e Nexhatin dhe 3 bijat, me vliden Fatimen e Ajkunën. Xhaxhai i Gjavitit, Ibrahim Kozhani, ishte dalluar për veprimtari atëdhetare. Në vitet 60 të shekullit të kaluar, për veprimtari të cilësuar anti-jugoslave, dënohet me 4 vjet burg të rënd. Mësimet e para, Gjaviti mori në vendlindjen e tij. Ka mbaruar shkollën e mesme teknike drejtimi zehtaris në qendrën e mesme shkollore Ulpiana në Lipjan në vitin 1985. Për të ndihmuar dhe për të ngritur ekonomikisht familjen, Gjaviti shkon për të punuar në qytetin Pazin të Kroacisë, ku bëri punë të ndryshme fizike. 2 vjet më vonë kthehet në vendlindje dhe zë punë në minjerën e magnezitit në Golesh, Magur, ku ka punuar deri në vitin 1990, deri në kohën kur regjimi okupator serb fut masat e dhunshme dhe largon nga puna të gjithë liridashësit shqiptar në tërë territorin e Kosovës. Aso kohe, Gjaviti martohet me Feride Osmanin nga Magurja. Nga kjo martes dhe jetë harmonishme bashkëshortore, rritën 2 bijat, Arbnoren e Mirishahën dhe 2 djemt, Qëndrimin e Shkëlqimin. Pasi kishte krijuar familje, Gjaviti detyrohet të punojë edhe më me zell për ta ngritur atë. Aso kohe bën punë ndërtimtarie në vendlindje dhe në vendet të tjera të Kosovës. Kishte dieni lidhur me aktivitetin atëdhetar të grupeve të para të armatosura të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës që vepronin në Drenic, me që në fshatin Fushtic kishte të martuar edhe motrën e vet, të cilën aso kohe edhe e vizitonte shpesh. Në maj të vitit 1998, Gjavit Kozhani vendos përfundimisht për t'ju bashkuar radhëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Kishte një pushk personale gjuetie. Me atë armë, por me besim të patundur në fitore, pranohet në radhë të UÇK-s në fshatin Lapushnik. Qysh prej zënjes së grykës së Lapushnikut, më 9 maj të atij viti, Gjaviti do të qëndroj i patundur në barrikadat e kësaj gryke historike të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duke parë shkahtësitë dhe përkushtimin e tij, komanda e armatosme një mitraloz të markës PKT, të cilin nuk e lëshoi nga dora, nga pika në pikë, nga fronti në front, deri në rënien e tij heroike. Ka marrë pjesë aktive në luftimet që janë zhvilluar në hyrje të fshatit Fushtic kundër forcave serbe më 24 korrik 1998. Ishte në radhët e para edhe në luftimet që u zhvilluan po atë ditë, kur forcat serbe po përgatiteshin përfundimisht për ofenziven e 25
dhe 26 korrikut të vitit 1998, ku në mbrojtje të grykës së Llapushnikut ran dëshmor luftëtari emblematik Imer Alushani nga Komorani, pastaj Ali Zogaj nga Ladrovci, ndërsa qenë plagosur lehtë të rënd disa dhjetra luftëtar të lirisë. Me rastin e tërheqjes së popullatës së fshatrave të Drenicës Jugore, në drejtim të grykave të Kizharekës e Berishës, të Nekocit e Bajicës, Xhavit Kozhani me njësitën e tij mori pjesë aktive në evakuimin e kësaj popullate, e cila u strehua në grykën e Kizharekës e të Berishës, në grykat malore të Nekocit, Bajicës, Shalës, Krojmirit e Pjetërshticës. Me rastin e ristrukturimit të ushtrisë së lirimtare të Kosovës, duke u bazuar në përkushtimin, meritat dhe aftësinë e treguar në përfrontet e luftës, Komanda e Brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova e cakton komandant të skuadrës së tretë, toga e parë e kompanisë së 4 të batalionit të dytë të kësaj brigade. Rrezja e veprimit për luftë dhe vëzhgim të terrenit e skuadrës së Xhavit Kozhanit përfshinte një territor të caktuar në kompleksin pyjor të Blinajës në fshatrat, Magur, Ribar i Madh, Rreze e të tjera. Mori pjesë aktive në luftimet e kohë paskoshme që zhvilloheshin në vend luftime të ndryshme, ku shtriheshin pozicionet e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Ka marrë pjesë aktive në luftimet për mbrojtjen e bedenit më të rëndësishëm të ushtrisë së lirimtare të Kosovës, te Shkëmbi i Gradinës, në 18 prill të vitit 1999, me çrast kanë rënë dëshmor Halim Bajraktari, Mentor Morina, Islam Kastrati, Ramadan Bytyçi dhe Mentor Gashi. Në ditët vijuese, Xhavit Kozhani me bashkëluftëtarët e tij pozicionohet në njësitë të luftarake të fshatit Shal të Drenicës. Skuadra e tij ishte pozicionuar përballë forcave serbe në hyrje të fshatit. Atje ndodhej edhe ish mësuesi i tij, e prori i ushtrisë së lirimtare të Kosovës Heset Sahiti nga fshati Poturoc i komunës së Lipjanit, shumë luftëtar të fshatit Shal dhe disa luftëtar të tjerë të fshatrave përreth Blinajës. Në maj të vitit 1999, Xhavit Kozhani me disa bashkëluftëtar mbanën në vëzhgim pyjet e Blinajës, ku ishin futur mijëra forca të këmbësorisë okupatore serbe. Aso kohe, në pjesën lindore të kompleksit pyjor të Blinajës, ishin zhvendosur edhe banorët e fshatit Ribar i Madh dhe të shumë fshatrave të tjera rreth Blinajës. Xhaviti shkon me qëllim për të ndihmuar popullatën edhe për ta parë familjen, e cila jetonte në tenda plastmasi, në kushte teje të rënda ekzistenciale në pjesën lindore të këtij kompleksi pyjor. Më 25 maj, Xhavit Kozhani, me që kishte një uri për përgatitjet që bënin forcat serbe për të sulmuar pozicionet e ushtrisë së lirimtare të Kosovës dhe popullatën e strehuar në pyjet e Blinajës, deporton me disa luftëtarë të popullata civile ku kishte dhe familjen e tij. Më 26 maj, forcat serbe fillojnë granatimin e fuqishëm në drejtim të fshatit Ribar i Madh. Me çrast, në rrethana të caktuara, sidomos duke u tërhequr me traktor dhe automjete, vritën nga forcat policore serbe Ajet Kozhani, Nuhi Kozhani, Vahide Kozhani, Beqir Duriqi, Rahim Hoti, Hamdi Hoti, ndërsa plagosët Enver Hamdi Hoti. Në momentet kritike, Xhavit Kozhani ndodhet në mesin e popullatës duke ndihmuar evakuimin. Kishte nxjerrë nga mesi i popullatës një grup të rinjesh, të cilët donte t'i strehonte në një vend të sigurt, sepse me të drejtë mendonte se do t'ju rrezikoj jeta, po që se bini në duart e kriminalëve serb. Për ta realizuar planin e tërheqjes së grupit të rinjeve, ishte nisur në drejtim të Zborcit, ku ndodheshin njësitë e ushtrisë së lirimtare të Kosovës. Duke qenë se deportonte në një terren i cili nuk ishte në vëzhgim, Xhaviti si ushtar me përvojë nuk merr me vete asnjë prej shokëve, me qëllim për të mos i rrezikuar. Në hyrje të fshatit Zborc, në anën lindore të televe të Blinajës,
hetohet nga forcat serbe të cilat godasin pa paralajmërim. Gjaviti merr pozicion sulmi dhe zbraz në tërësi karikatorin e automatikut në drejtim të forcave policore serbe. Bie në altarin atë dheut me armë në dorë. Disa ditë më vonë, pas tërheqjes së forcave policore dhe ushtarake serbe, bashkëluftëtarët e tërheqin trupin e Gjavitit dhe e varrosin me nderime. Familja e dëshmorit ka merr mirënjohje nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së lirimtare të Kosovës, nga kuvendi komunal i Drenasit dhe nga instancat të tjera organizative. Arbënorja e Mirishahja, qëndrimi e shkëlqimi, prore e kujtojnë dhe ndihen krenar për baban dëshmor. Ata po rritën nën përkujdesjen e nënës së tyre Feridës, xhaxhallarëve dhe të afërmëve. Dëgjuat Heroizmi i dëshmorëve të lirisë. Emision tematik përkujtimor kushtuar dëshmorit e kombit Gjavit Kozhani. Teksti u interpretua nga vëllimi teksti monografisë Feniksët e Lirisë. Lexuan Arban Qeriqi dhe Mirvete Uka. Realizimi teknik Valdet Hoti. E përgatiti redaksia e emisioneve për dëshmorët e kombit e Radios Kosovë e Lirë.